Politika sigurisht që do guxim, po mua më duket që këto që po ndodhin brenda Partisë Socialiste s'kan bën fare me guximin. Mua më duket një hipokrizi jashtëzakonisht shumë e madhe. Fakti që në momentin që si e më ministre, atëherë del dhe aludon për këto klanet që vendosin brenda PS-s, domethënë, sepse për më tepër kemi parë të përsëritur her pas here që nga Sajmir Tahiri, që nga Arben Ahmetaj, që tani del dhe denoncon gjithë këto aferat korruptive, lidhjen e krimit organizuar me Dirama e radhë. Çështja është kur ishte zëvendës kryeminist, nuk i pe këto. Njësoj zonja Spiropali, kur ishte ministre dhe dilte aty në kuvend dhe mbronte me një zell të jashtëzakonshëm çdo ligj që propozohej nga Partia Socialiste, nuk i shifte këto klanet brenda PS-s, domethënë. Unë mendoj që është një hipokrizi e tejskajshme, fjalë që kuptohet nga kushdo, nuk ka të bëjë aty me faktin që një ditë bukur zonja Spiropali u ftillua për atë që po ndodh realisht brenda PS-s dhe zgjodhi ose gjeti guximin që të kundërshtojë Diram. Këto janë në një farë mënyrë kështu si ose shantazhe të vogla drejt liderit suprem aty për t'i thënë që shkose dhe unë dua diçka këtu, kështu që po bëjnë çik sikur po bëj diversion, ose, siç është për shembull rasti i zotit Braçe, është një lloj ndoshta edhe një taktik politike, pra. Se për shembull, po ndiqja më doli rastësisht video e fundit e zotit Braçe, i cili kishte shkuar tek një grop e madhe ku po ndërtohej një nga këto kullat e shumta që ndërtohen në Tiranë dhe vinte alarmi se si kjo grop që është hapur ngjitur me një shkollë e dëmton orën e mësimit për shkak të zhurmave. Dhe kjo sigurisht që mund të jetë e vërtet. Çështja është që problemi i thellë i Tiranës dhe i modelit qeverisjes nuk është thjesht zhurma që shkaktojnë punimet për një kull, po problemi është se kush qëndron brapa kullave, se si është betonizuar gjithë Tirana dhe është bërë qytet i pajetueshëm për interes të kujt ndodhet gjitha kjo, se si gjithë ekonomia është një ekonomi e pastrimit parave, dhe për këto nuk flet zoti Braçe. Zoti Braçe flet për zhurmën që shkaktoi ai pallat, dhe kjo është një hipokrizi e tejskajshme. Dhe për ta mbyllur, do thoya që kjo fare mirë është një taktik politike, sepse në atë literaturën e taktikave politike njihet ideja e këtyre zërave të larmishëm brenda një subjekti caktuar politik. Pra nëse një votues i Partisë Socialiste është i zhgënjur me mënyrën e qeverisjes së Diramës, thotë ja, po është zoti Braçe aty që duket sikur e ngre, më përfaqëson mua pra brenda PS-s. Dhe në këtë kontekst e shoh edhe praninë e Zeqine Çavushit për shembull brenda parlamentit, që për cilën ndërhyri vetë zoti kryeministër, edhe pse ajo nuk i mori votat, ndërhyri vetë për të bindur fituesen apo jo, që të zëvendësoj me Zeqinen, sepse ai e di fare mirë që edhe ajo i flet një pjesë të caktuar të elektoratit të PS-s, e cila pjesë pra do të dëgjojë edhe këtë zërin popullor. E gjën vetën ose e vlerëson. Kështu që janë gjitha ose taktika ose si thua manovra brenda një strukture të kalbur, siç është Partia Socialiste, sa i përket demokracisë së brendshme, institucioneve partijake dhe vendimarrjes. Në qartë. Çaça, kur meqense Redi këtu në studio përmendi zotin Braçe, e sheh si një kandidat potencial, meqense ka qenë gjithmonë ai zëri kritik në parlament, për dhe jashtë parlamentit, për çdo gjë që ndodhte në jetën sociale dhe jo vetëm në Shqipëri. Mendon se do të ndryshojë në moment fundit zoti Rama me një kandidate të rikonfirmuar që është Manasir Liu, por me një veçpallje që vjen nga zoti Braçe dhe me vendosmëri që Tirana ka nevojë për një drejtues si ai? Unë nuk besoj që është pa gjë kjo pjesa e zotit Braçe, nuk besoj që vetë një ditë bukur ai ngritet dhe tha që unë aspiroj të jem. Ndoshta mund të jetë taktika e Ramës, besoj unë. Underground mund të jetë një gjë e tillë, sepse dhe aktiviteti tash në Jorgeta Manasiliut në ky moment, të më thënë drejtë, ka një rënje të madhe. Pa ka një rënje shumë të madhe, duke pas parasysh që ajo ishte çdo ditë, po themi, në fushat, nëse mund ta quajmë, të paktën sidomos fundjavë minimalisht, kështu që mund të ketë edhe diçka në këtë pikë. Pra sepse